Jaram, vese burri ka herë nuk mund me shpreh atë që ashtu, se vallahi në Tiranë kam shumë kur kërkon fëmia, unë ta thosh pare me ble bukën se tu s'kam. Shumë herë ndoshta kanë rrallë dhe pa hangër, edhe pa pi, sepse s'ka pas për me çam ja plotsu ata kushte. Këta janë dy prindërit e dy djemve 3 vjeçar që fëmijëve të tyre nuk mund t'i sigurojnë as bukën e gojës. Kastrioti e Suela Kukeli jetojnë me smjerimit. Familja e Kastriotit jeton me qera të paguar nga Bashkia Shkodër, por kontrata 4 mujore ka përfunduar dhe rrezikojnë të dalin mes 4 rrugëve. Mua në shtetit s'kam asnjë lloj ndihme, përveç 400.000 lekë që më ka pagu Bashkia. Tu nërhy drejtoresha Valbonatula. Kam kënë të zyra asaj, edhe më ka thënë që unë po nisi kërkesën edhe për 6 muaj tjera. Me mujt me vu dorë zemër Bashkia, që mos të përfundoj me i ta fëmijë si ka përfunduar rrallë ditën në rrugë të madhe. Se s'kam hallin tem, kam hallin e 2-2-ve. Kontrata ka marru për 4 muaj. Të shpresat janë inshallah dhe Zoti e shtetin nimën edhe nuk përfundojnë rrugë të madhe. Qose se me datën 20 mu nuk më vazhdon kontrata, mu më shef në rrugë të madhe si kam kënë para i vjeti. Gruaja punon me 120.000 lekë rrugë, muj, edhe me 120.000 lekë si mund kalohet. Unë s'kam as i tardën, as kam kemp, as kam ndihmë ekonomike, as kam as i lloj ndihme. Të jetosh me skamjes është shumë e vështirë. Vështirë kam bëll. Dhe se jeto ka njëri gjithsesi. Unë i zjarri fëmijët e Shatravani se në shtëpi nuk kam çam jullon me hangër, a kupton? Se nuk kam kur gjë, në shtëpi më jullon. Po nën i muj nuk e bën as zyzën e rroks. Se merr 10.000 lekë sot, hajm. Mas 4-5 ditë për shembull, ose javet prap pampersat. Pra bërç, asha zotin e randa është sa që ka herë ndoshta pa gruaja fëmijë më shkojnë lek. Nuk kërkojnë gjë tjetër, vetëse një stre dhe bukën e gojës për fëmijët. Bashkisë ose shtetit i lutem që një strehim, kush të ketë mundësi ta vënë dorën zemër, për hatër të fëmijëve, për hatër të familjes. Me mnimu nga ana ekonomike, nuk po lypi lek. Lypi ushqime me hangër bukë me jetë. Nëna 2 djemve 3 vjeçar thotë se njëri prej tyre është i sëmur, por nuk mundet t'ja vlej ilaçet. Situata e fëmijëve është jashtë mosit e keqe për njëri. Sot fëmija jem ka përfunduar azmatik. Një ilaç për këtë fëmijë që i mban për azmatik më shkon 35.000 lekë. Kam kap njërin mjek, më ka thënë nuk kam që me të bëj më tepër, sepse herën e parë më doli mushknia zez jashtë funksionit. Tash më përfundoi olla më keq prap azmatik. Para 4 muajsh, familja Kukeli jetonte në ndërtesa të vjetra, të braktisura mes të rrugës. Nëse Bashkia Shkodër nuk ja aprovon pagesën e qeras, apo nëse kjo familje nuk ndihmohet, sërish mund të kenë të njëjtin fat. 2 djem 3 vjeçar meritojnë të jetojnë si gjithë të tjerë.